Partitë politike përveç aderimeve po krijojnë koalicione parazgjedhore, disa shkojnë edhe të vetme në zgjedhje. Ska qetësi në Këshillin Prokurorial, antarët e këtij këshilli kundërshtojnë zëvendësuesin e Kelmendit, duan shkarkimin e Ajdarajt. Ende pas zgjidhje, trafiku urban dhe operatorët privat, pasojat i vuajnë qytetarët. Kosova me nivel të ulët të prekurve me HIV/AIDS, megjithatë këtë vit janë regjistruar 31 raste të reja. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në këtë edicion qendror lajme të nderuar teleshikues. Partitë politike kanë finalizuar paraqitje në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit, ndërsa disa prej tyre garojnë të vetme, të tjera janë rreshtuar në koalicione parazgjedhore. Deri më tani në KQZ kanë aplikuar gjithsej 23 subjekte politike. Partitë politike kanë përmbyllur afatin e paraqitjes së tyre në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, duke zyrtarizuar format e garimit në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Lëvizja Vetëvendosje do të marrë pjesë në këto zgjedhje përmes një koalicioni parazgjedhor i quajtur Koalicioni Lëvizja Vetëvendosje. Përveç Vetëvendosjes, pjesë e tij janë edhe partnerët e deritanishëm, Guxo dhe Alternativa, si dhe Partia Shqiptare Demokristiane. Ndryshe nga Vetëvendosje, partitë e tjera parlamentare kanë vendosur të hyjnë të vetme në garë. Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të garojnë secila me listën e vet të kandidatëve. Edhe Nisma Socialdemokrate e Fatmir Limajt, e cila në zgjedhjet e fundit ishte pjesë e një koalicioni me AAK-n, këtë herë ka vendosur të konkurrojë e pavarur. Profesori Dorajet Imiri thotë se krijimi i koalicioneve parazgjedhore bëhet me qëllim të rritjes së votave, derisa shprehet skeptik në arritjen e një rezultati të tillë. Natyrisht qëllimi është të maksimizohet votat, duke qenë se secila vot përkatësisht secili mandat politik i deputetëve do të jetë përcaktues për formimin e qeverisë së ardhshme dhe institucioneve të tjera, duke ditur se në lojë do të jetë çështja e presidentit të vendit. Prandaj koalicionet parazgjedhore janë të natyrshme dhe të domosdoshme për periudhën për të cilën flasim, por nuk e di se sa do të rezultojnë të suksesshme. Në KQZ janë paraqitur edhe koalicionet e partive jo shumicë, e po ashtu disa nga to në zgjedhjet e jashtëzakonshme do të garojnë të vetme. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, gjatë periudhës 24 deri më 30 nëntor, kanë aplikuar gjithsej 23 subjekte politike. Deri më 7 dhjetor, të gjitha subjektet që kërkojnë certifikimin duhet të dorëzojnë listat përfundimtare me emrat e kandidatëve për deputet për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Vendimi i panelit zgjedhor për ankesa dhe prapashtesa kundër hapjes së qendrave alternative të votimit në diaspor ka përplasur partitë politike në vend. Ankesën në PZAP e kishte dërguar Lidhja Demokratike e Kosovës. Nga Lëvizja Vetëvendosje kanë akuzuar këtë subjekt se po pengon votimin e diasporës, teksa nga LDK patën akuza se Vetëvendosje po synon të manipulojë me procesin zgjedhor në diaspor. KQZ thotë se po presin plot fuqishmërinë e vendimit të PZAP-s. Mënyra e votimit të diasporës në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit ka hapur një përballje të re mes partive politike. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka miratuar ankesën e LDK-s kundër hapjes së qendrave alternative të votimit në diasporë. Argumentet e LDK-s ishin që hapja e këtyre qendrave të i kalon procedurat e parashikuara dhe mund të cenojë integritetin e procesit zgjedhor. Kjo nxiti reagimin e Lëvizjes Vetëvendosje, sipas të cilës po pengohet votimi i diasporës. LDK paraqet ankesë në PZAP për të kundërshtuar këtë lehtësim për diasporën. PZAP e miraton ankesën e LDK-s. Me deklarata LDK-ja kërkon votën e diasporës ama me vepra po shihet që po bën çmos që ta pengoj, ka shkruar ministri në detyrë financave Hekuran Murati. Mirë po i pari LDK-s Lumir Abdigjiku akuzoi Vetëvendosjen se po synon të manipulojë procesin zgjedhor në diasporë. Sekti Vetëvendosjes nuk e do këtë, ata duan të manipulojnë, ti printojnë vetë fletvotimet, ti mbushin vetë, ti manipulojnë votat vetë, të prodhojnë rezultatin që se marrin dot me besimin e qytetarëve, ka shkruar kryetari LDK-s Abdigjiku. Ndërka që ish kryetari PDK-s Memli Krasniqi i bëri thirrje diasporës që të shfrytëzojë të drejtën e saj për votë. Bashkëdhetar të dashur, roli juaj për Kosovën ka qenë gjithmonë i pazëvendësueshëm dhe mbetet i tillë edhe sot.
Mirë po, si pas Mimoza Kusarit, votimi diasporës kosovare jashtë ambasadave dhe konsulatave është praktike aplikuar edhe në vendet e BE-s. Kusari ka dhënë shembuj se si Turqia, Romania, Kroacia, Moldavia e shtetet të tjera e mbështesin fuqishëm këtë formë të votimit. Nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thanë se presin plot fuqishmërinë e vendimit të PZAP-s, cili do qoftë ai për ta zbatuar. Siç mund ta vreni, në fund të këtij vendimi ka këshill juridike, do thotë ndaj tij lejohet ushtrimi i ankesës në Gjykatën Supreme. Si çdo herë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pret plot fuqishmërinë e vendimit, cila do të qoftë ajo për ta zbatuar atë. Tutje lezi bërë të ditur se nga 26 nëntori deri më 30 nëntor në platformën elektronike të KQZ-s kanë pranuar 24.500 aplikime për regjistrim për votim jashtë Kosovës. Prej të cilave janë aprovuar mbi 14.600, ndërka që janë refuzuar rreth 3.500. Në vlerësim me sipër janë rreth 6.400 aplikime. Nga organizata Germen thonë se përplasjet për mënyrën e votimit të diasporës janë më shumë të karakterit politik, teksa shprehen se besojnë që organizimi i zgjedhjeve atje do të shkojë mirë. Gjithë kjo përplasje që është bërë ditëve të fundit, më duket që ka më shumë karakter politik se sa që e trajton problemin në thelb ashtu siç është, pra është një proces teknik të cilin ne duhet ta kemi parasysh që KQZ-ja duhet i ketë fillimisht kapacitetet e nevojshme për ta realizuar si të tillë. Diaspora vazhdon të jetë faktor i rëndësishëm në rezultatet zgjedhore në Kosovë. Lidhja Demokratike e Kosovës ka mbledhur Këshillin e Përgjithshëm ku është vendosur që kryetari Lumir Abdigjiku të nominohet kandidat për kryeministër. E në fjalën e tij, Abdigjiku tha se derisa do të sfidohen, ata do të ofrojnë edhe zgjidhje karshi çështjeve të ngritura. Këshilli i Përgjithshëm i LDK-s e ka nominuar kryetarin e partisë Lumir Abdigjiku, kandidat për kryeministër. Abdigjiku tha se LDK është e gatshme të përgjigjet sfidave, por edhe të bëjë zgjidhje. LDK po hyn në një garë të re elektorale me një forcë që nuk vjen vetëm nga numrat elektorale, por nga përvoja, nga qëndrueshmëria, mbi gjitha nga trashëgimia jonë. Ne nuk jemi parti e improvizimeve dhe as e krizave të rrajshme, jemi parti e organizimit, jemi parti e maturisë, jemi parti e vetë shtetit dhe sot më shumë se kur Kosova ka nevojë pikërisht për këtë forcën tonë. Tutje Abdigjiku tha se dobësimi i ekonomisë, shëndetësisë së arsimit dhe rritja e izolimit ndërkombëtar ka sjell pasiguri te qytetarët e bizneset, derisa tha se ekziston një alternativë për ndryshim përmes lidhjes demokratike të Kosovës. Stabiliteti institucional, kthimi në rrugën euroatlantike dhe zhvillimi i vendit nuk duhet na qëndrojnë vetëm në letër. Ato kanë nevojë për udhëheqje, kanë nevojë për përgjegjësi politike, kanë nevojë për unitet të brendshëm dhe ka nevojë për besim të sjellë. Ka nevojë për një ekip që ecën si një trup, si një mendje, si një qëllim. Pikërisht për këtë jemi këtu, për ta kthyer drejtimin e vendit në duart e përgjegjësisë, për ta kthyer vendimarrjen të institucionet dhe jo të improvizimit, për ta kthyer besimin të shtetit, të aleatët tonë, të qytetarët tonë. Abdigjiku tha se nominimi i LDK-s për kandidaturën e tij për kryeministër është një përgjegjësi e madhe, të cilën ai është i gatshëm ta marrë dhe t'i pri vendit. Ju apërcjell tani të tjera zhvillime. Të ditës, shkarkimi ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit Besim Kelmendi ditë më përpara ka nxitur sërish debate në mbledhjen e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Kësaj radhe, një pjesë e anëtarëve kundërshtuan pjesëmarrjen e ushtruesit të ri të detyrës së kryeprokurorit në mbledhje. Për këtë, ata lëshuan mbledhjen, ndërsa u kërkua edhe shkarkimi i kryesuesit Ardian Hajdaraj. 4 prej anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës lëshuan mbledhjen. Ata nuk u pajtuan që i pranishëm në mbledhje të jetë edhe Agron Çala, i cili u zgjodh ushtrues detyre i kryeprokurorit të shtetit pas shkarkimit të Besim Kelmendit nga kjo pozitë. Me këtë rast u kërkua edhe shkarkimi i kryesuesit të KPK-s Ardian Hajdaraj. Qëndrimi i prokurorit zyrës kryeprokurorit tonë, por ne është i paleqëm, prandaj, me gjithë respektin për prokurorin, ne kërkojmë nga që tani Rajsovën, mënyrë që mund ta vazhdoj Këshilli punën e vet. Me që po bëjnë në mënyrë arbitrore,
pas një procedurë, mu shkarku një anëtar i Këshillit, që propozimi janë konkret, në kusht të randite, ekuivalent me ato që e ka bo Zavenca në takimin e kalum, pa procedurë, pa kërqa, propozimi janë mosh shkarkimi nga pozita anëtarit të Këshillit. Përkundër reagimeve, Çala i refuzoi të lëshojnë mbledhjen. Në këtë mbledhje do të marrë pjesë vetëm në cilësi anëtarit ex officio të Këshillit në përputhje me legjislacionin në fuqi. E konsideroj të nevojshme, shumë të domosdoshme, shumë të përgjithshme nga ana ime që tërheqem nga kjo mbledhje. Megjithatë, nuk do të tërheqem para se unë qes në një kërkesë për të diskutuar, sepse qëndrimi në këto rrethana këto. Pastaj kishme kriju shumë konfuzion fillimisht me veten, po natyrisht që nuk do të shërben as transparencës. Deri në një vendim të tillë të gjykatës, unë kërkoj që ky këshill të vazhdoj punën pa zotin Çala. Kur të konstatohet vendimi i gjykatës, çfarë do të jetë, na do ta zbatojmë, do të shkojmë të tjerë. Kryesuesi ngriti akuza se lëshimi i mbledhjes së KPK-s po bëhet me qëllim dhe në mënyrë të koordinuar. Çdo shmangje nga këto diskutime unë konsideroj që është vetëm e qëllimshme me qëllim me bloku funksionimin e Këshillit. Si rrjedhoi anëtarët e KPK-s shkuan në pauzë e pastaj u kthyen për të vazhduar me mbledhjen. Megjithatë, përsëri një pjesë e anëtarëve e lëshuan atë. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka dorëzuar një akt akuzë në gjykatën themelore në Prishtinë ndaj A, Z dhe BD për veprën penale krimi luftës kundër popullsisë civile. Në njoftimin e prokurorisë thuhet se sipas akt akuzës, i pandeuri AZ në cilësinë e inspektorit në stacionin policor në Prizren, ndërsa BD në cilësinë e policit në të njëjtin stacion gjatë viteve 1998-1999, individualisht dhe në bashkëkryerje me pjesëtar të tjerë të forcave policore serbe, kanë ndërmarrë një fushat arrestimesh ndaj popullsisë civile në komunat e Rahovecit dhe të Suarekës. Ndikimi që mund ta kenë personat e dyshuar për spionazh në situatën e sigurisë në Kosovë është shqetësues. Rastet e individëve të përfshirë në këtë vepër penale nuk janë të paktë. Gjatë vitit fundit, 7 persona janë arrestuar në dyshimin për spionazh në favor të Serbisë, duke përfshirë mbledhjen e dokumenteve dhe informacionit ndjeshëm mbi ushtrinë qlirimtare të Kosovës dhe institucionet e tjera të sigurisë. Ekspertët paralajmërojnë se numri atyre që merren me spionazh mund të jetë më i madh dhe se arrestimet e tjera mund të ndodhin. Rastet e dyshuar për spionazh në Kosovë në vitin e fundit kanë qenë shqetësuese për sigurinë nacionale të Republikës. Nga qershori 2024 deri më tani 7 persona janë arrestuar si të dyshuar për spionazh të shërbimit inteligjent serb. Më shumë se gjysma e tyre janë shqiptar të Kosovës. Disa prej tyre ngarkohen me akuza se kanë mbledhur dhe dërguar informacione dokumente të BIA serbe lidhur me ushtrinë qlirimtare të Kosovës, e prorët e pjesëtarët e saj e institucionet të tjera të sigurisë. Veprimet e tilla të bashkëpunimit dhe spionazhit me BIA-n serbe po cilësohen si teje të rrezikshme për sigurinë kombëtare të vendit. Si njës i çështjeve të sigurisë, Arbenda Shepci thotë se dëmet që mund të shkaktohen nga këta individ janë të mëdha. Në aspektin e sigurisë kanë ndikuar në qetësimin e qytetarëve dhe të gjithë banorëve dhe në qetësimin e sigurisë nacionale, duke pas parasysh se çfarë dëme mund të shkaktojnë këta persona me vetdije ose pa vetdije. Duke pas parasysh që spionazhi është formë e kriminalitetit ose formë vepër penale tepër e rëndë, tepër komplekse dhe tepër e mundimshme për të zbuluar, andaj nevojitin edhe faktet mëdha. Edhe njësi tjetër i sigurisë Avni Islami thekson se numri atyre që bashkëpunojnë me Serbinë është i madh, prandaj beson në arrestime të tjera. Janë arrestuar persona të dyshuar dhe disa janë dënuar, këta konsiderohen që janë të rrezikshëm. Dhe kur kitë parasysh që një numër jo i vogël, rreth 7-8 veta janë arrestuar dhe të gjykohen, disa janë gjykuar, unë konsideroj që numri i qofti i informatorëve, qofti i bashkëpunëtorëve dhe i agentëve serb është shumë fesh më i madh. Muharrem Qerimi, Bedri Shabani, Aleksandr Vlajić, Bojan Jeftić, Hysri Selimi, Jelena Gjukanović dhe Fatmir Shehulli janë të arrestuar dhe disa prej tyre të dënuar mbi dyshimin e veprës penale për spionazh. Do të ndrojmë tani temë. Punëtorët e trafikut urban dhe operatorëve private dhe sot janë mbledhur para komunës së Prishtinës për të vazhduar grevën për shkak të mos ekzekutimit të pagave. Ata kanë shprehur keqardhje për udhëtarët, por kanë paralajmëruar se greva do të vazhdojë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre.
që disa ditë radhazi punëtorët e transportit publik në Prishtinë kanë protestuar para objektit të komunës. Kërkesa e tyre mbetet ekzekutimi i pagave në mënyrë që t'i kthehen punës. Akoma nuk e marr asnjë informat për rrjedhën e asaj se çfarë duhet bëjë Ministria t'i alokoj parët te komunat e na. Deri në alokimin e parave në përgjithëllogaritë e trafikut urban edhe të sektorit publik, neve me protestat do vazhdojmë njëjtë sikur sot prej orës 10 deri në ora 12. 2 orë që protestat do të gjatë deri në kohën kur i marrim parët në gjirllogarinë tonë. Ju kisha vënë thirrje institucione që janë përgjegjëse për bartjen e mjetëve, që me aloku mjetet sa më shpejt, që mos kesti kanë metën qytetarët pa transport. Domi më i madh dhe pivujnë mas shumë të qytetarët janë të evojtën, do me thonën, të ofare pak knatësish. Kështu që sa më shpejt me qitë mjetet, transporti fillon më shpejt. Nga komuna e Prishtinës të hënën nuk janë deklaruar lidhur me këtë situatë. Ulëmtues nga Instituti GAP thonë se pritjet që brenda ditës të i kalohen problemet buxhetore janë të gabuara. Çdo vendim i kuvendit komunal në secilin rast duhet të marrë aprovimin e shqyrtimin e lidhshmërisë nga ana e MAPL-s, që në rrethana ideale zgjat 15 ditë. Kjo ministri vlerëson nëse votimi ka qenë në rregull dhe nëse janë përmbushur kushtet ligjore për thirrjen e seancës. Në shumë raste, MAPL konstaton të kundërtën, gjë që detyron komunën ose ta përsërisë seancën ose ta pezullojë vendimin, ose nëse komuna e kundërshton, rasti përfundon në gjykatë. Protesta u paralajmërua se do të vazhdojë edhe nesër. Që një javë në kryeqytet nuk kanë qarkulluar autobusët e transportit publik, ndaj banorët e Prishtinës janë detyruar që të bëjnë zgjidhje alternative. Në Kosovë, gjatë këtij viti janë regjistruar 31 raste të reja me HIV/AIDS dhe 6 viktima, ndonse vendi vazhdon të konsiderohet me shkallë të ulët të epidemisë. Të dhënat u prezantuan në tryezën e organizuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe IKSHPK me rastin e ditës botërore të AIDS 2025. Përfaqësuesja e Ministrisë së Shëndetësisë Merita Vuthaj tha se përballja me HIV/AIDS është një sfidë globale dhe njoftoi se vitin e ardhshëm do të nisë shpërndarja e terapisë për EP në kujdesin parësor. Përdorimi i informacionit sakt dhe edukimi për të parandaluar transmetimin e HIV-it. Së dyti, përmirësimi i shërbimeve shëndetësore për diagnostikim të hershëm dhe trajtim efektiv, dhe e treta, po jo më pak e rëndësishme, se këto dy të parat, luftimi stigmes dhe diskriminimin ndaj atyre që jetojnë me HIV. Drejtoresha e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë, Ardita Baraku, theksoi se viti 2025 ka qenë sfidues në përgjigjen globale ndaj HIV për shkak të kufizimeve të fondeve. Është rrezikuar përparimi për kontrollin e kësaj smundje, gjithsesi arritja e synimit të asaj që është planifikuar deri në vitin 2030. Prandaj, shumë njerëz po përballen me rreziqe edhe me cenueshmëri për të drejtat që i kanë për shëndet dhe për dinjitet. Udhëheqësi i programit për rini në UNFPA, Besnik Sherifi, kujtoi se HIV/AIDS ka marrë mbi 44 milion jetë në botë, duke theksuar kontributin e UNFPA-s në programet e parandalimit në Kosovë. Në Kosovë, UNFPA ka përkrahur aktivitete të shumta në fushën e parandalimit të HIV-it që nga viti 1999. Duke punuar me qindra mira të ri brenda dhe jashtë shkollave, duke i pajisur ata me njohuritë e domosdoshme për të ruajtur shëndetin e tyre nga HIV, IST dhe sjellje të rrezikshme për shëndetin, përfshirë parandalimin e dhunës në bazë gjinore. Nga Departamenti i Epidemiologjisë në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, Luljeta Gashi bëri të ditur se moshat më të prekura janë 25 deri në 35 vjeç, ndërsa 82% e të infektuarve janë meshkuj. Në këtë tryezë u tha se rrugët kryesore të transmetimit janë marrëdhëniet heteroseksuale me 48% të ndjekura nga ato homoseksuale me 35%. Dita botërore e AIDS shënohet çdo 1 dhjetor me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit dhe forcimin e përgjigjes globale ndaj HIV/AIDS.
Në Prishtinë është hapur sot shkolla dimrore Bashkimit Evropian 2025, një program 4 ditor që këtë vit vendos në qendër fintechun, ekonominë digjitale dhe ndikimin e tyre në gjeopolitikën e kohës moderne. Ngjarja ka mbledhur ekspert ndërkombëtar, përfaqësues institucional, studius të rinj dhe student në një forum që synon të analizojë transformimet teknologjike që po riformsojnë ekonominë globale dhe mënyrën se si funksionojnë shoqëritë bashkëkohore. Edicioni si vjetmë i shkollës dimrore të Bashkimit Evropian mbahet nën temën Fintech dhe ekonomia digjitale, blockchain, inovacioni dhe geopolitika e re e financave digjitale. Qëllimi është krijimi i një platforme ku pjesëmarrësit diskutojnë mbi teknologjitë që po përshpejtojnë proceset ekonomike dhe njëkohësisht po përcaktojnë linja të reja politike në botën e financave. Gjatë këtyre 4 ditëve, përmes bisedave, debateve, ju mund ta gjeni veten duke formuar qëndrimin tuaj mbi atë pyetje. Dhe pikërisht për këtë është kjo shkollë dimrore. Jo për t'ju dhënë një përgjigje të vetme, po për t'ju pajisur me mjetët për të menduar në mënyrë kritike. Në fjalën e tij, zëvendës ministri në detyrë i punëve të brendshme, Bardyl Dobra, tha se aktiviteti zhvillohet në një kohë ndryshimesh të shpejta teknologjike, të cilat po transformojnë tregjet dhe administratat publike. Ai theksoi edhe rëndësinë e përfshirjes së grave në sektorin e fintechut. Kjo shkollë dimrore ofron pikërisht ato që rajoni im ka nevojë, një hapësirë ku të rinjt, akademikët, profesionistët dhe politikbërës mund të analizojnë këto transformime dhe të kuptojnë se si ato do të formsojnë të ardhmen e Ballkanit Perëndimor dhe veçanërisht të Kosovës. Ndërsa përfaqësuesi i BE-s në Kosovë, Habert Per, rikujtoi se investimi në të rinjt mbetet një nga historitë më të suksesshme të Bashkimit Evropian. Një nga historitë më të mëdha të suksesit të Bashkimit Evropian janë programet tona të shkëmbimit që mund t'i ofrojmë, duke filluar nga Erasmus, Erasmus Plus dhe gjithçka që vjen me to, mira student brenda Bashkimit Evropian. Mendoj se kjo tregon se si Bashkimi Evropian dëshiron tashmë të integrojë vendet si ato të Ballkanit Perëndimor. Shkolla dimrore e BE-s 2025 do të vazhdojë deri të premten me sesione ndërvepruese, ligjërata dhe puntori, të cilat synojnë të ndërtojnë një gjenerat të re profesionistësh të gatshëm për sfidat e ekonomisë digjitale dhe transformimet gjeopolitike të së ardhmës. Edicionin e vazhdojmë edhe tjera lajme. Në Muzeun Historik të Shkodrës është mbajtur ekspozita Arti i fijes në jelek, elegant që ma gjeps, një prezantim i pasurisë së trashëgimisë etnografike shqiptare. Në këtë ekspozit u prezantuan 38 jelek të punuar me mjeshtri kryesisht të Shkodrës, nga zonat përreth, jugu i Shqipërisë, Gjakova, Tropoja dhe Berati. Në Muzeun Historik të Shkodrës u hap sot ekspozita Arti i fijes në jelek, elegancë që ma gjeps, një prezantim i pasurisë së trashëgimisë etnografike shqiptare. Në këtë ekspozit u prezantuan 38 jelek të punuar me mjeshtëri, kryesisht të Shkodrës, nga zonat përreth, jugu i Shqipërisë, Gjakova, Tropoja dhe Berati. Është një tematikë që nuk na lodhi shumë, edhe një titull që nuk na lodhi shumë për t'ia vënë kësaj ekspozite, sepse vërtet sa herë që hapnim gjatë seleksionimit të jelekëve që donim t'i ekspozonim, ishte një wow, ishte një sa unik janë, wow, sa bukur, pra ishte një magjepsje totale, kështu që besoj që ekspozita është absolutisht një tregues i vlerave, traditave, pra thuren shumë element të jetës njerëzore në çdo fije të këtyre jelekëve që ekspozohen sot për herë të parë. Është koleksioni më i pasun i fondit etnografik dhe gjëja më e veçantë është një objekt, një jelek që na është dhuruar muajin tetor, është objekt personal i motrës tone, ka qenë motra e Koli Dromenos. Pasardhësit e saj, përveç jelekut i kanë dhuruar muzeut edhe shumë objekte të tjera që ishin sende personale të motrës tonë. Dhe kjo është rësia për momentin. Ekspozita sjell jo vetëm një vlerë të çmuar historike, por edhe një këndvështrim të ri mbi artin e punimit me fije. Vizitorët do të kenë mundësinë të shohin këtë ekspozit nga afër gjatë ditëve në vijim në ambientet e Muzeut Historik.
Rruga Dragash-Brod ka disa ditë që nuk po mirëmbahet. Banorët ankohen për neglizhencë të institucioneve për ta mbajtur në qarkullim këtë rrugë të fshatit më të thellë malor të komunës së Dragashit. Për këtë rrugë ende nuk është përzgjedhur një operator ekonomik nga Ministria e Infrastrukturës. 15 kilometra rrugë ndajnë Brodin nga Dragashi, por që në kohë me mot të keq, paraqet mjaft probleme për banorët e kësaj ane, për shkak të rrëshqitjes së gurve dhe derave. Duke qenë se është një vend malor, por edhe turistik, qarkullimi në këtë rrugë duhet mbahet nën kontroll, ankohen banorët. Gati 10 ditë e kem këtë problem, kur u kon shi, ku i keq kur u kon atër, u ras kush nuk ka me pastru, vetë kena pastru ka pak ashtu. Sa me kalu për Dragashte, kem do nevoj, ka gjithçka. Suoqeni sa infrastrukturë. Jemi duke u ballafaquar me probleme infrastrukturore. Rruga është rregulluar, por në shumë vende ka shembje. Zyrtarët vinë e pastrojnë vetëm pas thirrjes së qytetarëve, nuk vinë me vetë iniciativë. Për këtë do duhet të ishte angazhuar bile një punëtor në fshat për të kontroll apo për intervenime. Për konstitucia, da intervenishemo da bine. Rruga dëmtohet kur ka të rreshura shi ose bore, nëse vinë për të pastruar rrugën në rregull, përndryshe nuk ka kusht të pastroj. Ka qenë bllokuar, kanë ardhur pastaj të pastrojnë pak, tash duhet përsëri të pastrohet. Asambleisti i komunës së Dragashit Usmen Ballxhi, që vjen nga ky fshat, thotë se rruga është nacionale, ndërsa duhet të mirëmbahet nga Ministria e Infrastrukturës. Por sipas Ballxhit, deri më tani ende nuk ka një operator ekonomik për mirëmbajtje. Në munges e firmës, shoqëria zjarë fikse e komunës, po edhe një firma lokale. Kanë dalë, kanë pasur gurat që kanë ra në këtë 3-4 ditë të vijim, edhe jemi faleminderues, por kjo puna nuk është zgjidhje. Zgjidhja është që Ministria ta vazhdon kontratën ose ta përzgjedh kryese punimeve që na pasron rrugët për regionale për Restelis, Brod edhe Zapluqe. Brodi është një ndër fshatrat më të thella malore dhe rreshjet e Borës janë të shumta në dimër, andaj duhet zgjidhje urgjente, nënvizon Ballxhi. I kontaktuar nga RTK, menaxheri mirëmbajtjes së rrugëve në këtë zonë, thotë se deri më tani kanë pasur probleme në përzgjedhjen e operatorit ekonomik, por siç tha ai, ky problem do të zgjidhet brenda pak ditësh. Flasim tani për sport. 2 skuadra nga Ferizaj, Fervolej tek vajzat dhe Ferizaj tek djemt, kanë triumfuar në turneun Kupa e Pavarësisë në volejbol. Garë kjo e cila për 3 ditë me radhë dhe zhvilluar në Kosovë, e ku morën pjesë edhe skuadrat nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Ferizaj është pallur fituesi i Kupës së Pavarësisë 2025. Pas një superfinaleje dramatike ndaj Pejës, që u vendos vetëm pas 5 seteve të zjarta. Seti i parë ishte një maraton e vërtet, me 2 skuadra që luftuan për çdo pikë, por në fund Ferizaj u tregua më i ftoftë, duke mbyllur 30-28. Peja reagoi menjëherë dhe fitoi setin e dytë 25-22, duke rikthyer ekuilibrin. Në setin e tretë, Ferizajasit dominuan me ritëm më të lartë dhe i lojë të disiplinuar, por Peja nuk u dorëzua dhe mori setin e 4 duke e quar ndeshën në tie break. Seti i 5 ishte kulmi i emocioneve. Ferizaj mbajti epërsi të lehtë dhe pas një fundi dramatik triumfoi 15-13, duke ngritur trofeun e parë të këtij edicioni. Në finalen e vajzave të Kupës së Pavarësisë, Fervolej konfirmoi edhe një herë formën e shkëlqyer të këtij sezoni, duke mposhtur Pogradecin me rezultat 3-1. Ekipi nga Ferizaj hyri në ndeshje me vetbesim, sidomos pas fitores bindese 3-0 ndaj Dinamos së Tiranës në gjysmë finale, ndërsa Pogradeci kishte kaluar dritën po ashtu me rezultat 3-0. Finalja ishte një duel i fortë, me ritëm të lartë dhe aksione të gjata, por Fervolej arriti të kontrollonte lojën në pjesën më të madhe të seteve. Vajzat nga Ferizaj treguan organizim më të mirë, shërbime të sakta dhe mbrojtje solide, duke mos lejuar Pogradecin të marrë iniciativën për më shumë se sa një set. Me lojën e tyre të balancuar dhe qëtësi në momentet e presionit,
Ato e quan ndeshën drejt fitores 3-1 dhe e ngretën merituar trofeun e Kupës së Pavarësisë. Lojtarja më e dalluar e finales ishte Amelia Lugaliu, e cila me paraqitjen e saj të jashtëzakonshme luajti rol kyç në suksesin e per volley. Shohim tani zhvillimet kryesore nga bota. Kanë vazhduar përpjekje diplomatike për arritjen e marrëveshjes për t'i dhënë fund luftës mes Rusisë e Ukrainës. Ministrat e mbrojtjes të vendeve të BE-s edhe një herë shprehën përkrajen për Kievin, ndërsa i dërguari posaçëm amerikan përsëri ka udhëtuar drejt Moskës. Tentime diplomatike për arritjen e ndonjë marrëveshje e cila do të ndalon luftën mes Rusisë dhe Ukrainës po vazhdojnë me intensitet të lartë. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka vizituar Parisin, ku takua me homologun e tij francez Emmanuel Macron për të diskutuar mënyrat e mundshme për arritjen e një marrëveshje e cila do të garanton paqe të drejtë në afat të gjatë dhe e cila do të jetë e pranueshme për të gjitha palët. Edhe pse gjatë javës së kaluar u zhvilluan bisedime rreth propozimit të fundit amerikan, Kievi zyrtar ka cekur se ai propozim përfshin pika të cilat janë të papranueshme për Ukrainën, mes tjerash pranimin e okupimit rus të pjesëve të Ukrainës, kufizimin e fuqisë ushtarake, si dhe ndalimin e Ukrainës nga antarësimin e NATO. Njëkohësisht në Bruksel është zhvilluar një takim i ministrave të mbrojtjes të vendeve të BE-s, në të cilin gjithashtu u diskutua situata në Ukrainë, si dhe marrëveshja e mundshme e paqes. Gjatë takimit, ministrat e mbrojtjes së vendeve evropiane bën të ditur se BE-ja vazhdon ta përkrahë Kievin, duke shtuar se çfarëdo marrëveshje që arrihet nuk duhet të përfshijë dorëzimin e territoreve ukrainase e Rusisë. Përveç faktit që dorëzimi i territoreve është kundër kushtetutës ukrainase, Kievi dhe aleatët evropian thonë se një marrëveshje e tillë jo vetëm që nuk do të ndalon luftën, por se do të vendosë skenën për lufta tjera në të ardhmen, pasi që kjo lëvizje do të ishte shpërblim për agresionin rus ndaj Ukrainës, duke justifikuar agresionin e Putinit dhe duke sinjalizuar se Rusia mund të vazhdon të rëmben territore me forcë. Ndërkohë, i dërguari i posaçëm amerikan Steve Witkoff është duke udhëtuar drejt Moskës, ku të martën do të takohet me zyrtarët e lartë rus për të biseduar rreth ndryshimeve në planin e propozuar. Deri me tani Kremlini nuk ka komentuar rreth ndryshimeve të mundshme, por gjatë ditëve të kaluara, zyrtarët e ndryshëm rus kanë thënë se Moska ende i ka qëllimet e njëjta në Ukrainë. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion qendror lajmesh. Të nderuar televizionistë, ju falenderoj për vëmendjen. Natën e mirë.